Rritja e kapacitetet mikpritjes aty do ishte një investim i mençur, sepse edhe për shkak të lehtësimit madh që është bërë infrastrukturës, po edhe për shkak se po mbyllet tani gjithë qertulli atje me infrastrukturë, që nga Përmeti, Kolonja, Korça, gjithë ai pellg, që natyrisht pastaj lidh Tepelenën, lidh Gjirokastrën, domethënë nuk është më që të vish këtej ti kesh prapa ndej, po është brenda një pellgu, ajo bëhet një pellg shumë i bukur turistik, edhe me shumë diversitet, edhe patjetër që çdo lloj oferte që vjen pak më thellë në zonën malore, ka shumë potencial të madh që të ketë sukses. Dhe sidomos në ato territorat aty Leskovic, Kolonjë është një prrall nga natyrore që e bën shumë cilësore ofertën, nëse ka një ofertë cilësore të mikpritjes të qëndrimit.